Snoqualmie, kushtet pazakonta atmosferike sjellin triliona litra shi në veri perëndim të Shtetet Bashkuara. Një përzierje e pazakonte e kushteve të motit që lidhet me ciklonet tropikale të mëparshme në Indonezi ka fuqizuar të ashtu quajtur lumenj atmosferik, duke sjellë rrjeshje të jashtëzakonshme shiu në shtetin e Washingtonit në perëndim. Brenda vetëm 7 ditëve të fundit, 5 trilion gallon ujë ose rreth 19 trilion litra kanë rënë mbi këtë rajon, duke rritur ndjeshëm rrezikun për përmbytje rekord. Përmbytja e lumit të Snoqualmie ka shkaktuar mbylljen e rrugës në Northeast 124 Street, e cila lidh zonën Redmond me dy valin në Carnation nëpërmjet rrugëve West Snoqualmie Valley Road në CR 203. Rruga u mbyll mërkurë më 10 dhjetor pranë zonës Novelty në shtetin e Washingtonit. Sipas shërbimit kombëtar të motit, rreshjet e dendura më të qëndrueshme të vazhdojnë deri të enjten në vonë, pra sot vonë në orët e para të së premtes, megjithatë pritet që sulmi i lagështisë në atmosferë të dobësohet dhe zëvendësohet e zhvendoset disi bregu perëndimor i Shtetit Bashkuar nuk pritet të ketë një dallim të plotë të këtij zjarri ujor deri javën e Krishtlindjeve. Lumenjtë atmosferik janë breza të gjatë të ngushtë avush ujë që formohen mbi oqeane dhe transportojnë lagështi nga tropikalet drejt të gjerësive më të larta, shpjegojnë meteorologët. Paqësori i veri perëndimor përjeton 10 ditë çdo vit, por rrallëherë me përmasa kaq të mëdha. Rreshjet e mërkurës kombinuara me ato të së hënës kanë çuar drejt parashikimeve për përmbytje rekord, veçanërisht përgjatë lumit Skagit, i cili përshkron pjesën veriore të Washingtonit të derdhët në Puget Sound, sipas klimatologut të shtetit të Washingtonit, Guillaume Mauger.